Në gjykatën e posaçme do të zhvillohet sot në orën 11 seanca e parë e gjyqit në themel ndaj ish-presidentit të Republikës Ilir Meta, ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi dhe 3 të bashkëpandeurve. Në këtë proces Meta e Kryemadhi do të përballen me akuzat e korrupsionit, pastrimit të parave dhe fshehjes e mosdeklarimit të pasurisë. Ish-presidenti Meta ka lajmëruar se do të jetë i pranishëm në sallën e gjyqit. Më herët ai ka ftuar edhe trupën e huaj diplomatike në Tiranë të jenë prezent për të dëshmuar se si do të çmontojë akuzat e SPAK. Ilir Meta ndodhet në paraburgim prej tetorit të vitit 2024 dhe SPAK e ka marrë të pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje e pasurie lidhur me aferën Çesdia dhe lobimin e LSI-s në SBA. E pandehur është edhe ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi, ndaj së cilës ka mas detyrim paraqitje. Sipas prokurorisë së posaçme, Meta dhe Kryemadhi përdorën një sër skemash korruptive, influencën dhe pushtetin e tyre politik me qëllim favorizimin e bizneseve të caktuara kundrejt shpërblimit të marrë apo të premtuar për të pastruar paratë e korrupsionit dhe fshehën pasurie nuk deklaruan shpenzime të konsiderueshme. Kur çështja u kalua për gjykim më 18 mars të këtij viti, Meta dhe Kryemadhi kërkuan pushimin e çështjes me argumentin se nuk ekziston vepër penale ose në alternativë rikthimin për hetime të mëtejshme. Në seancën e sotme gjykata pritet të shprehet nëse do të pranojë kërkesën për gjykim të shkurtuar për 3 të pandehurit të tjerë, nënën e Monika Kryemadhit, Fatimen dhe Ema Çokun, mikesh e ish-deputetes, të dyja të akuzuara për pastrim parash dhe ish-kreun e Akep Pirro Xhixho, i pandehur për korrupsion.